për gjitha gjërat që ne konceptojmë një femër. Gjitha e vajzë shumë mirë patjetër, po. Absolutisht, unë e suportoj dhe jo po. unë e shoh që ajo do eci. E shoh. Ka karakteristikat një vajze të edukuar, shumë të mirë. Që ka pasur një kështu hyping të frikshëm në Instagram, shumë virale. Sepse ajo, është e bukur, është e mençur. E kupton? Është dhe fan, ka dhe batuta të lezetshme. Edhe është njëri i mirë. Por ka dhe e di shumë mirë. Unë e kam parë edhe në Miss kur kam marrë pjesë që ka luajtur gjithmonë me publikun. Me të tjerët, me ata. Mendoj që është zyrësi në Big Brother, sepse nëse ti arrin të kuptosh, besoj që ajo ka hyrë me idetë e qarta brenda. Masa thot, "Ua, sa mirë që e tha këtë, sepse gjen veten." Pra, shumica meshkujve në Shqipëri, duke qenë se nuk janë të pasur, tani 10 meshkuj të pasur kemi, sa kemi? Nëse 10 nuk janë. Po 10.000 janë tani, nuk po flas për të dëgjon, po flas për të pasur. Nuk po flas për pasuri 3 mujore. Të pasur, jo, e ke shumë gabim. Ka një perceptim mendoj gabim për djemt e pasur në Shqipëri. Sa janë? Janë shumë. Ka dhe djem që nuk njihen fare, ka djem biznesmen, është një pasur është ai. Shikon, nëse ti ke një shtëpi. Po 100. E fillon jetën nga nuk e fillon nga zero. Ke mundësi të shkollohesh, ke mundësi të gjesh një punë, jo po janë më shumë. Jo, janë. Po. Një pjesë shumë e vogël, se thjesht është mënyre të thënur, një pjesë shumë e vogël, pjesa më e madhe nuk janë të pasur dhe thon pastaj bravo. Dhe kjo pastaj mendoj që është një lloj zyrësie për atë format. Në fakt unë se në fund të ditës qëllimi është nuk do ta vlerësoja ashtu. Vërtet? Jo, nuk do ta vlerësoja. Madje është gabim që e ka thënë. Nuk mund thuash që të ndash stresat shoqëror e para që ti nuk e di i herë. Domethënë, prandaj thashë kjo është kot për konsumim. Ku e di ti me kë bën dashuri ti? Po. Vetëm dashuria s'pyet. S'ka llogari fare ti gjithë ditën me lapse dhe me letër dhe më beson njoh vajza që kanë arritur diçka në jetë, janë shumë lart, edhe po ti takosh të flasësh thotë un kam bërë këtë vetë, nuk diskutohet që burim do ketë këtë dhe më pyet me kë kanë rënë dashuri.